është ka të bëjë me paraqitjet publike. Ma shumë e ka për njerëz të LDK-s. Lumir Abdigjiku, me pas qenë lider edhe djali i mëshëm, që për mendimin tëm s'është djali i mëshëm, është një arrogant, me një ego të theksuar të çuditshme për mendimin tëm. I kishë bërë shumë a shumë këto kritika, edhe i kishë marrë këto kritika dhe kishë bërë analiza më në analizës demokratike të Kosovës, edhe kishë mujtë me e rregullu situatën më në partisë vetë. Po ai u pa, se Vjosa Osmanin e futi më në partisë, me 2 vjetër po e futi më në partisë me shpëtu vetën. Se kanë qenë sigur që ata kanë me shku pak më nalt me rezultate, gjo që dule. Po ishte me të një pragmatizëm, sa do që i lot, po ishte një pragmatizëm. Ma mirë të e ma shumë se minus të e. Mirë po është dështim për to. Dështim po jeti ka dështim. Prandaj, në lidhen demokratike të Kosovës, do të me mojë sa ma shpejt që është e mundur nëse dojmë me shpëtu kuvendit zgjedhore para dhe dyta. Në asnjë mënyrë do të me hinë me lëvizjen vetë vendosi për shkak se i hanë Shridha dhe Rama pak më herët. I hanë VV-ja. Këta tjerta si hajna? Megjithatë, nëse mbetet me taborin tjetër. Me PDK-n, nëse me taborin tjetër i bie me PDK-n në opozitë. Jo, ma shumë forcohen si opozitë. Lutem, megjithatë, në një koalicion fair, transparent, demokratik, me afrim programatik. Po çka po me kriju një kauz për bak. Mund me hile të këja me VV-n. Unë ma mirë me hile të këja me VV-n, se me me të vani 2 vjetë pa Kam një pyetje për ty qëto. Mirë, që do më thonë që okej, ta për bëj ka një marrëveshje që aty për afrim programit po thu. Po. Çka nëse Lidha Demokratike e Kosovës hyn me lëvizjen vetëvendosje